jemi të shitur, jemi të shkelur, po na shkel i ligu, po na shkelen gjyqtarë e prokuror të korruptuar, po na shkelin gjyqtarë dhe prokuror që janë në dispozicion të diktaturës, jo të drejtësisë. Mos e quani gjë të vogël daljen në skenë të një prokurori, prokuroruci po e quaj atë që ke në prokurorinë e përgjithshme, sepse fatkeqësisht si ai janë shumë. Dhe erdhat e prokurorët për arsye se që ata janë që po e mbajnë në pushtet e Tiranës. Prokurorët dhe gjyqtarët. Policia po është e detyruar me kushtetuar që të zbatojë ligjin, edhe kanë kopsitur kaq bukur ata mbajtjen e pushtetit dhe mbajtjen e diktaturës, saqë kishte të kopsitur Asadi në Siri, ai Mubaraku në Egjipt, ai tjetri në Libi, si e kishte ai, edhe të tërë diktatorët e botës. Por zotërisht mjeti më i thjeshtë për të mbajtur pushtetin, në vidh votat dhe jemi në rregull. Për sy e faqe jetë tamam. Pra mos shpresoj askush se në Shqipëri do bëhet në një gjë e mirë, sa t'jenë këtan në pushtet. Avokati ju folë dhe për prokurorin antarin e KLP-s, ku 2 ditë më parë doli dhe një skandal erotik. Çfarë menduat kur e dëgjua dhe pat si lajm? Është një pjesë e tërë, është një nga të shumtët. Urdhë zotëri. Unë kam këtu 34 kallësime të bëra në prokurorinë e Gjirokastrës, për të cilat deri më tani s'ka marrë përgjigje. 34. Ç'do të thotë? Do të thotë që prokuroria në Gjirokastër është vënë në dispozicion të krimit. Dhe të dalin të më kundërshtojnë. Dhe të dalin, spaku aty është. Po spaku nuk merret me këto punë fare, as do të di se çfarë po ndodh, e shoh që nuk do të di, se mjaftojnë denoncimet e mia janë indicie e shkëlqyer që spaku të shkojë në Gjirokastër dhe të ndjeki situatën, të kontrollojë çfarë po bëhet. Unë kam kërkuar që në gjyqjet tona në Gjirokastër të marrë pjesë një nga të dërguarit e spakut, s'vjen njeri. Pra, kemi humbur çdo lloj shprese, çdo lloj mundësie për të fituar të drejtën dhe për të bërë drejtësi në Shqipëri. Janë të tërë të korruptuar, pa përjashtim. Kanë futur prokurori, ca prokuror ka që gjëja më mirë, më saktë që din të bëjnë është që të kërcasin ato takat në gjykate dhe në prokurori, dhe asnjë gjë më tutje. Të bashkëpunojnë në mënyrë të ngushtë me policë të korruptuar dhe me gjykatën, dhe qytetarët s'marrin drejtësi, zotëri. Kjo është e vërteta, ky është realiteti. Avokat, dalin të më thonë të fundët. Dalin të më kundërshtojnë. A ka të tjera video në mes prokurorëve dhe gjyqtarëve, video të tilla? Ato video të ata që i kanë, s'ka jam magazinë e videove të atyre. Unë di që ashtu janë pjesa më e madhe e tyre. Unë kam thënë, po e çove gruan sekretare të gjyqtarit, të prokurorit, jo gjyqtarit, të prokurorit, të ministrit, të zuzministrit, të kryetarit bashkisë, e më të thash se kemë gruan të ndeshte atija. U vërtetua kjo nga tradhtia që i bëri Arben Ahmetaj të shoqes tij dhe mori sekretare. Jeton me të. Kaq e thjeshtë. Mua më mjafton një shembull për të nxjerrë konkluzion për të gjithë politikën shqiptare. Një vetëm. Jo që janë me qindra. A kanë kopjuar më shumë prokurorët nga politikanët apo politika nga prokurorët lidhur me këto erotizmat në për zyrat e shtetit? Jo, nga momenti që prokurorët emërojnë prokurori shërbejnë politikanëve. Janë masha në dorë të tyre. Janë kobure në dorë të politikanëve. Kjo është e vërteta. Zoti Islami, çfarë masash duhet marrë ndaj këtyre prokurorëve? Duhet marrë masa ndaj klasës politike, jo ndaj prokurorëve, ata janë vegla.
duhet marrë masa ndaj atyre që i emërojnë këta prokuror. Po ata që emërojnë këta prokuror janë si këta prokuror. Pra s'ka zgjidhje. Thash, vetëm përbysje kësaj klase politike shpëton Shqipërinë. Të qërohen të 140 deputet që janë andej, të zhduken a Valjedheu. Ata ndërkombëtarët janë spiropalër të tërë. Janë ashtu Tauland Ballër të tërë, janë Edi Ramër të tërë, zotëri, po që po me ti puna që të na zgjidhin problemet ndërkombëtarët mirë neve. Po ne ashtu kemi mbetur. Ne kemi mbetur për të tallur, për të nëpërkëmbur, për të shtyrë, për të pështyrë, për të shkelur, për të përbuzur në mënyrë më të egër dhe më të poshtër, më të ullët të mundshme, që diskutojnë që janë ndërkombëtarë, sepse po flitet shumë ndërkombëtarë dhe media këtë punë bën. Këtyre që janë? UFO janë? Ndërkombëtarët kanë adresë, kanë zyrë, kanë emër, kanë biemër. Përfaqësojnë diçka, përfaqësojnë dikë. Pse citoni me emra? Po thoni fjalën ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët është UFO, shoku. Kaq është fjala ndërkombëtarët, UFO, as më shumë as më pak. Zoti Islami, a ka ardhur koha që të ketë një lloj, po themi, ndryshimi në Shqipëri në aspektin e mënyrës se si votohet, pra reforma elektorale të jetë që t'ju jap shanse të barabarta për të gjithë dhe të votohet, mos ketë deformim të votës së shqiptarëve, dhe sa e realizueshme është kjo në Shqipëri me kryeministrin Edi Ramën? Është e parealizueshme me këdo kryeministër që të kesh në Shqipëri nga këto forca politike që janë sot në fushën politike shqiptare. Është e parealizueshme. Asnjë nga këta s'ka interes që të bëjnë interes ashtu zgjedhje të lira dhe të ndershme. Asnjë nga këta s'ka interes që të ikin nga karrikja. Unë u them shqiptarëve, në qoftë se ne nuk përmbysim komplet këtë kast politike që ka uzurpuar Parlamenti shqiptar, nuk kemi gjë në terezi, jemi të vdekur e të pambuluar. Adriatik Lapa i ka dhënë fund protestës para kryeministrisë. Si e cilësoni këtë protestë në fund të saj? Ç'na bëre? Si oni pas ka dhënë fund protestës në Adriatiku? Po ai sikur premtoi që tek pull do kundërshtonte të kryeministrin, bëri dhe debat të ashpër shumë, të egër me kryeministrin. Këta janë njerëz të kontrolluar direkt nga politika, nga kryeministri dhe... Sa avokat, Lapaj protestoi 3 muaj, ndeti aty para kryeministrisë, ndryshe nga shumica e shqiptarëve që s'dalin nga shtëpia. Ç'do më thënë ajo që ndjenjë 3 muaj, kush e pagoi? Ideali. Dhe të një të vazhdoj idealin. Po kush, dëgjoj zotëri, nuk ka... Se ju mendoni se ka qenë estisur si protest, avokat? Mendoj unë apo është fakt? Është fakt, nuk është se mendoj unë, se ti je gazetar me përvojë, të duket gjë e natyrshme ty që kryeministri ynë i madh e i gjatë thirrri dhe bëri debat të zonë e lirë me Adriatik Lapaj nga një ku e gjeti, kush e po afrua. Se në qoftë se do bëte, do ishte burr kryeministri, do e përgjigjej asaj zonjës që është me të vërtet zonjë shqiptare, Ambrozia Metës, ajo që i vët 2 këmbë në një këpucë Edi Ramës, sa detyrohet që të ulë të bjeraq poshtat i thotë dil nga salla. Aq i tillë burrë Edi Rama. Nga ata, ajo i bën opozitë Edi Ramës. Jo Adriatiku, jo shoku, Adriatiku në buri Sorosi. Ka punuar të Sorosi Adriatiku, nuk mund të bëhet Adriatiku opozitë Edi Ramës. Avokata, ka shumë gazetarë si Ambrozia që i flasin troç kryeministrit, ashtu si ndoshta duhet folur me një zyrtar që nuk t'je përgjigje? Ka parë dhe një gazetar tjetër, nuk kujtohet emri tani, po Ambrozia Meta është perfekte gazetare e mirëfillt. Është gazetare në kuptimin e plot të gazetarisë. Prandaj dhe e pengon ai pallosh i gjatë, se i thot mirë, Belinda që i thot pallosh. Se s'ka, se është dhe idiot. Vetëm edhe gomarllë që të tilla kundërshton publikisht nxjerr gazetaren jashtë sepse nuk është gjendje të jap përgjigje. Ky është gomarllë kujtia.
ose atë në ai politikan s'është, ai është një sharlatan, një dallkauk, që di vetëm të jap urdhra, të bindin ata semenët që ka rreth e rrotull vetes, kaq është ai, s'është politikan ai, se ka iden fare. Ai e vetmja me të cilën duhet të bënte debat, por që s'ka se si debaton me të, sepse ai ishte i lërosur me mut të koket e këmët, është që ishte ajo gazetare që do debatonte me të dhe do dilni në një të mesme të përbashkët. Mirë po me Ambrozian nuk i bëhet shaka, se ajo i kërkon ato që ai si bëndot. Ajo i kërkon ato përgjigje që ai nuk është në gjendje t'u jap përgjigje. A mendoni që duhet që gazetarët dhe po themi shoqëritë mediatike të ndryshme të ishin solidarizuar me Ambrozia Metën? Se bëjnë dot, se po të bëjnë gjithë tillë pushojmë nga puna, se median e ka e dirama në dorë. Urdhro, shkojmë tek report televizion, a e pushoj këtë Gjirokastrit, gazetari. E pushoj nga puna, pse? Çfarë? Sumuar vesh.